Fazën e parantarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Athina zyrtare e shes si një tjetër mundësi që Tirana zyrtare të marrë seriozisht zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull mes dy vendeve. Kjo ju bëhet ditur kryeministrit Edi Rama nga homologu i tij grek, Kyriakos Mitsotakis, në takimin e mbajtur në Tiranë me rastin e Forumit Ekonomik të Delfit. Është gjithmonë mirë të vlerësojmë progresin e rëndësishëm që është arritur në marrëdhëniet tona dypalshe dhe mbështetjen tonë të vazhdueshme për rrugën e vështirë që po ndiqni drejt Bashkimit Evropian. Por unë besoj se kemi edhe një mundësi të rëndësishme për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura në lidhje me marrëdhëniet tona dypalshe që forcojnë një miqësi të vërtetë. Nga ana e tij, kryeministri Rama tha se ndjej i lehtësuar që fërkimet dhe përplasjet janë lënë pas në të kaluarën, duke folur për rikthimin e kryes të një marrëveshje të dakordsuar mes dy vendeve në vitin 2018 për zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Jemi shumë të etur të vazhdojmë dhe të përfundojmë atë që kemi rënë dakord së bashku, një dokument të guximshëm partneriteti strategjik, ku të gjitha çështjet të adresohen dhe ku nuk do të kemi më çështje të pazgjidhura midis nesh, teksa duan të bashkohen në Bashkimin Evropian dhe ta bëjnë këtë rajon shumë më të rëndësishëm edhe në këtë nivel. Mbetet ende e paqartë nëse dokumenti strategjik për të cilin flet zoti Rama është ai i dakordsuar disa vite më parë mes ministrave Koxias dhe Bushati, i cili parashikonte zgjidhjen paketë të gjitha çështjeve. Dokument që ndonse ishte gati për firmën e dy kryeministrave të kohës, nuk u nënshkrua për shkak të tërheqjes në momentet e fundit të zotit Rama, çka çoi më pas në anulimin e vizitës së ish kryeministrit grek Alexis Tsipras në Korçë.